25.000 euro. Është pjesë e zgjedhjes time. E saktë. Pyetja e 10. Në cilin vend është e njohur kryengritja e boksierëve? Kam goxha siguri që është Kin. Përgjigjja ime përfundimtare është Kin. Ore, e kupton ti se sa ëndra kanë shtetet e mëdha për të patur një vend me emrin Albani? Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E di që është një vend që quhet Albani? E di. E di? Po. Ose ne e kupton çfarë racë jemi? Ishte i sakt. I sakt, 1.750 euro për ju. Cila lule është simbol i fshehtësisë? Njerëzit e dijes kishin probleme me institucionet, përgjithsisht fetare të asaj kohe në Evropë. Me shumë mundësi, mendoj se është trëndafili, edhe do i qëndroj përgjigja ime përfundimtare është se trëndafili. Se ka djora të manu shaqe vogël, pse më rinë në ferë, zi për të këputur, zi për të marrë erë? Kam gjuhë të, po përgjithsisht ne nuk kemi mundur që të krijojmë simbole të njohura botërisht. Po si pas gjasave, ka mundësi që ky sfidant nga Ervis Bregu të iki nga show jonë me Ervis Kodra. Ta bëj Bregu në Kodër. E sakt përgjigja juaj. Nda. Do e provoj fatin, do i qëndroj me pak besim. Psikologjinë e atyre që bëjmë pyetje ndoshta. E javës tjetër, ne do të vazhdojmë me 2 pyetjet e fundit, 14-ën dhe të 15-ën. Quiz show më i famshëm në gjithë botën, formati televiziv i dijeve dhe argëtimit, çdo të hënë në televizionin Klan. Ime përfundimtare është se Magrit. Ky nuk është vetëm një quiz. Dhe pse? Në të vërtetë është një quiz. Ta përshëndesim me dorëpitje Ervisi për me të vërtetë një histori suksesi. Përgjigja e saktë ishte 25.000 euro. E sa!